Presidenti Barack Obama mori pjesë sot në një shërbes lutjesh në Katedralen Kombëtare të Washingtonit, një ditë pasi i bëri betimin për një mandat të dytë në detyrë. Më 23 janar, sekretarja e shtetit Hillary Clinton do të dëshmojë para Kongresit rreth sulmit terrorist të 11 shtatorit 2012 në Bengazi të Libis, ku u vra ambasadori amerikan dhe 3 amerikanë të tjerë. 22 janari shënon 40 vjetorin e vendimit të gjykatës së lartë për ta shtuquajturën çështja Roe ndaj Wade, që legalizoi abortin. Aborti mbetet një çështje polarizuese në Shtetet e Bashkuara dhe nga të dyja anët e debatit ka bindje të rrënjosura fort. Numri i shtëpive të shitura pësoi rënje në nivel 1% në dhjetor në krahasim me nëntorin. Megjithatë, numri i shtëpive të shitura në dhjetorin e kaluar ishte më i madh sesa në dhjetor të vitit 2011.